Nuk na qasë asnjë atje të këshillin bashkë. Tani, unë me respekt maksimal ta marrë do flas me të gjitha institucionet. Tani Jo, s'ka aktivitet tjetër atë. Jo, çfarë do të aktivitet do gjithë aktiviteti. Tani erdhi tani foli tani çfarë ka aktivitet janë tuaj o zotëri. I pagojnë taksë. Ço do bëjmë ja? Si dali ti tash? Po çe duhet ka qenë na kemi filluar e çajin. Kemi kaj ditë. Për mbylljen e tregut është. Po për mbylljen e tregut se ne jemi mësuar ambësh dile. Sho. Dëgjona, nuk diskutojmë xhiron se muajt janë kritik. Realiteti është pranë neve. Ne qajmë të hallin tjetër, se dhe në kasole prap bukën dhe qonim në shtëpi, do dali diçka. Po nuk u bë diçka provizore që të na sistemojnë. Brenda qytetit. Po brenda qytetit është dëgjonën. Tregu është në funksion të popullit. Populli ka ngelur 70% e popullsisë është moshë e tretë. Këtu këmbadoras na gjënin. Këtu diskutojmë që të fabriket tullave, deri manta. Ore, jo është vështirë për neve, është vështirë për t'i qenë tregu në shërbim popullit. Se, ja ku është shumica. Pena tjeta, pse do luftojnë me neve? Populli e do gjithmonë tregun në zonën që do arri. Në zonën që do arri. Vërtet, rrugicat janë të ndaluara njërën e tjetrën. Po, edhe rrugët e Athinës bllokohet, një rrugë sot, një rrugë nesër, që populli të dalë të blej. Rrugë e re është shumë e vështirë që ne të punojmë, po jo se është e vështirë për ta zënë. Tashi, ne për kë jemi? Jemi për popullin, qeveria e kujt është e popullit.
Atëhere, si do vej puna? Do vi ai me patericat e tregu i Jallis? Është gjuna. Po, çfarë do çfarë vetosur? Neve na shtyrën dhe ca ditë. Se mase do dalin do një vend nga qielli, të vinë shesht që të punojmë ne. Se vet ata se kanë Tashti, po s'qau i vogli si jep si se jëma, kanë thënë. Po, më duket se kur i vogli dhe zhvas dhe nënën më duket. Ndryshe nga vitet më para dhe tani që jemi aktualisësia, ke shqitje më dobët, më mirë? Dobët është, definisht, s'ka po bëtësi, s'ka po. Logike është. Çfarë ore ke hapun që fillon? Qenë 4 mëngjesit, Ke shqitje vjetë tani? shumë pak. Shumë pak. Besoj se nuk dalin. Nëse dalë apo s'dalë nuk ka rëndësi se s'kemi nga jambajnë, po ke që do të namë për zëfare. Po për tregun, jeni dakord që të ketë bëhet një tregëri siç po flitet dhe të gjej një vend provizor për momentin. Na gjej vendi provizor për momentin, po këtu afër që t'i vim komitetit ndihmë neve. Ju kanë thënë që duhet të ikni në periferi apo? Po i preferi kot pse të shkojmë? Në vende shumica ata. S'ka ku shkojmë atje. Unë zvitë do të më, për shumë të vete periferit marrë atje. Po të marrë, Nuk është miratuar akoma periferia, po qendër thjesht, po mendohet një vend të jetë funksional për ju dhe për qytetin dhe këto ditë do miratohet se këtu. Jetë funksional dhe për komiteti është këtu ku jemi, ose 100 metra anë jem te, ose 100 metra kem te. Por në qoftë se thua këtu ku jeni dhe këtu nuk keni të ardhura, ndoshta duhet provuar një ndryshim që mund ketë ardhura më shumë për ju? E çfarë ndryshim do të Sepse këtu nuk ka Po parking. përfshia nuk shtojmë. Dakor, po këtu nuk ka as parkinge, nuk ka kushte. Faleminderit. Kushte s'ka, po s'kem ç'a bëjmë. Këto e. Kemi mjera? Nga pak. Do të pyes pak Po, nga vitet e kaluara tani si ka ulje apo rritje? ka ullje shumë biles. Shumë keq fare. Pse kështu situata? Nuk e di, nga fukarallu, u sheti ka niku gjithë rinia. Ku e nisi punën, çfarë ore hapi? Ne vim në orën 6 këtu, 6:30 zakonisht. Ke bërë Edhe sa sot? shumë pak gjëra të vogla. Mos them për hiç fare. Shumë keq. S'ka bërë vakino një kështu. Kemi 30 vjet këtu, plus asaj dhe do na heqin fare këtë do na zhdukit se nga do na çojnë. Jeni prapë kundër Ne jemi kundra, po e që tregut këtu. Thonë që do të ketë një treg të ri do të bëhet apo. Po inshallah, po nuk besoj. Në rast se duhet të jetë tregëri, jeni Jemi dakord ne që të bëhet një treguri, po ta bëjmë brenda Florës, ata ma se na çojnë Në zvërnejtë na kërmije ku duan këta. ku duan këta, se s'ka vende. Se këtu është gjithë mundi dhe djersa e fëmijëve tanë. E 30 vjet që Ne kemi me këtë punuar. mund ushqemi këtu tani, me kupton, është 30 vjet që kemi që ushqemi këtu. Pastaj kemi shtëpirat tona këtu e të gjitha. Është gjuna që të largohemi, ku do vemi? Ai të kishte bërë një treg të stabilizuar, të ndarë në për pjesë me kapanone, si që ka bërë Tirana, si që ka bërë Fieri, atëherë ishim dakord. Po ju të na çojnë ne. Duhet ta kishte më parë. Që duhet ta kishte më para, kjo ka qenë qytet turistik, këtu s'ka një banjë popullore më Flora. Po 5 vjet e kanë Ka ngjerë shifur, dora e kanë shumë. ngrënë lekët, edhe tani kërkojnë të na heqin neve. Unë jam dakord, le të prishet dhe le të restaurohet kjo gjë, sepse dhe ne do ecim me kohën. Por aman të lutem tani, ti të paktën më lije një vit afat mua, që më vjen sot. Po, Që- unë kam Edhe dhënë unë mall ku kisha ta shitur çoj. dhe mallin, edhe isha dakord sa të restaurohesh kjo gjë, ishim dakord. Pastaj vëlla, pse do ta heqësh tregun ti? Gjithë bota e ka tregun. Ti do ta restaurosh, do të rregullosh rrugën, do të riparosh. Bëje pjesërisht. Një krah të pjesme, një krah të pjesme. Dhe çdo njeri nuk ka hambi furist, se dhe ne me këtë ushqemi. Mirë, unë edhe ky se jemi pensionist. Po tjerët që i kanë fëmijët në për shkolla, në për kopshte, që kanë marrë kredira për shtëpi, kanë marrë Që mbajnë kredira me këtë punë. për na që mbajnë me këtë punë. Ku do vënë? Është gjunaf. Jo, ne jemi shumë të pakënaqur sepse të gjitha ky ka dasrën e hoqi. Të gjitha drejtorit i ka hequr, ja ka çuar mori dushni qenë se tjera. Fierit. Përse unë nuk e kuptoj pse ak merret me Vlorën. Vlora e ka mbështetur, ai nga ne ka marrë votën. Dhe ne projemi me atë prap. Pa ama të keqen qëndro deri rregullave të popullit. Do të dëgjoj, po dhe do na dëgjosh si popull. Se është gjuna, mos na hidh në rrugë, mos na flak. Faleminderit, është një gjë. Rofshi dhe ju faleminderit. Rënje pune. Më para kemi punuar, po jo kështu në këtë gjendje. Po tani çfarë? Tani, është me sezon. Pa tjetër se këtu vim fshatari, zbret fshatari kena fshati vje këtu pësoni si kanë. Edhe fshatari Nuk ka. është për vete për vibret të puna jonë. Çfarë ore nis punën?
euro, 6.20, ma të 7. Çfarë ke shitur sot? Unë s'kam këtu, po jam në qikë më lartë, me një burë të paralizuar, roba të përdorura. Ke shitur gjë? Shëftë s'kemi bërë. Në haulli jo da një 5.000 lekë telefonit, të merim i veshme një të sëmu që kemi spitali. Urdo forë. Përbalohet kjo gjendje me një pension. Pra, ty dhe të dërës paguet taksa, ko gjera sot i e me minus. Taksat i kemi paguar të vendin që punojnë. Tani, s'do pagoj dot, se do iki tregu. Ku të vete? Je kundra apo pro që të bëhet tregu i ri? Tregu këtu. Po, të Ku ka bëhet? qënë? Të punohet roga, kjo këtu të regulohet sa më shpejt. Edhe ne jemi allergjin që kemi dalë këtu. Po, të vi prap këtu se u punojnë bëshem. Dhe fëmi që janë tutje, me zi u shtem për vete. Kam fëmi për vete. Ja urdo forë. Ku të vej popli të mbëtër? Popli u bërë si punë e baktis ani. E shtin krye ministri hikën popli me vrap. Pse këshu? Faleminderit. Asgjë për do të. Si varion temi ekonomia nga viti në vit? Ka shitje në Ka rënje shumë dhe puna është dobët fare. Njës nuk ka fare. Ja, ka lënë vetëm pensionistat. Sa do marrin ata? Ja marrin një ditë një palë çorape, po s'do vi prapë për çorape apo për shapka. Kështu që është shumë dobët. Çfarë ore nisni punën? Në orën 7:30 jam këtu dhe në orën 1 e mbyll. Sa ke për sot? Çfarë ke shitur? Asnjë. Ja dhe këto që mezi po i bëj që mendoj dëshes apo jo. Pra nuk do të çosh asgjë në shtëpi sot. Asnjë. Do edhe me minus. Minus dyqani, minus bashkia. Kjo është e gjitha. Puna jonë. A jeni pro për ndryshimin në rast se bëhet tregu ashtu siç flitet? Po të jetojmë këtu, të mos lëvizin, se po lëvizin ca do rrinë në humbjesh. Po, le të bëhet, siç është nisur, le të bëhet. Faleminderit. S'ka gjë. Mirë, ulodhe. Do të pyes pak. Po. Se ndryshe më parë mbyllit në orën 2 apo 3, tani keni orën. Jo, po ti e shikon që në ari shiu në kokë. Pastaj ti e di që do që do na kanë dhënë kështu që do lëvizim. Do lëvizni, po. S'ka një afat akoma. Po se ku akoma se sa korp. Si ishte dita sot? Kishit shitje? Pas të njerëzve, ja. Po, ka lëvizje. Në vit ka rënje apo rritje? Ka shumë rënje. Shumë rënje. Do shiu luan, she gjë apo shikon këtë. Ne gëzojmë na heqin këtë këto. Të frutave perime. Referuar këtyre të dhënave dhe për të vijuar më pas veprimtarinë dhe aktivitetin tregtar dhe shmarrjen e pasojave sociale e ekonomike, u propozohet krijimi i dy tregjeve të përkohshme ambulant, që është tregu i frutave perime në Çole dhe tregu i shitjes në shumicë në zonën industriale Vlorë. Gjithashtu, nga Drejtoria Urbanistikës Bashkia Vlorë është përgatitur një plan sistemimi për vendosjen e zëllave ambulant dhe duke parë sipërfaqe që ne aktualisht posedojmë tregun e shitjes në shumicë, mund të sistemohen diku te 174 stenda shitës ambulante, ndërsa për zonën e tregut të frutave perime që është një sipërfaqe në pronësi, dhe për këtë ne shprehim dhe kërkojmë autorizimin për nënshkrimin e kontratës siqërar me këta pronar, dhe duke vendosur 60 stenda në këtë tregun e frutave perime, duke lënë kështu mundësi dhe akses tregtarëve që të zgjedhin se ku mund të shkojnë për të ushtruar aktivitetin e tyre.
Gjithashtu, për të lehtësuar aksesin drejt tregut të shitjes në shumicë, ju informojmë se në vendimin e Këshillit nr. 18/31/2004 mbi zgjedhjet e transportit urban në pikën E, është edhe linja e stacionit të transportit deri nga ish uzina në sot PVC. Pra duke bërë të mundur kështu transportin e tregtarëve dhe të personazheve të shkojnë. Që ishte këtë transporti? Transporti? Autobusi, autobus, qytetarë që vend blejnë atje, është linja e urbanit. Po pra, linja është. Orari, stacioni është për orari do të shpeshtohet. Ai me sa kuptoj, një pjesë e ke lënë tek tregu perimeve dhe një pjesë. Patëm një film që duke qenë që fruta perimet është me sipërfaqe me pronar dhe është më e vogël dedikuar fruta perimeve, një pjesë e këtyre tregtarëve, shitës ambulant, mund të shkojnë tek tregu